Cikli i seancave të radhës nisi të hënën. 3 të akuzuarit për sulmin terrorist në Banjsk, Dušan Maksimović, Blagoj Spasojević dhe Vladimir Tolić, u sollën duar lidhur. Gjyqi ndaj tyre po vazhdon me dëgjimin e dëshmitarëve të prokurorisë speciale. Edhe kësaj radhe, dëshmitari mbante status të fshat. Rrjedhimisht, për dëgjimin e këtij dëshmitari anonim, prokuroria kërkoi mbyllje të seancës dhe përjashtim të publikut. Përmbajtja e dëshmisë së këtij dëshmitari sadržaj svjedočenja ovog svjedoka përfshin rrethana uključuje i okolnosti dhe informacione që në rast të ekspozimit i informacije koji ako bi se në u këtë seancë slučaju znači publike rasvetljio u ovom javnom pretresu mund të cenojë sigurinë e tij mogu da ugrože njegovu dhe të sigurnost procesit gjyqësor i bezbednost ovog sudskog procesa dhe rrjedhimisht mund të ndikojnë i mogu uticati negativisht në mbarojtjen e shqyrtimit gjyqësor. Kjo nuk u mirëpret nga ana e mbrojtjes së të akuzuarve. Javno suđenje Kjo çka pretendon prokurori si seanca e hapur do të ndikonte negativisht tek dëshmitari dhe tek kjo procedurë edhe unë do të pajtohesha po të dëgjonim arsye konkrete nga ana e prokurorisë. Pra një arsye konkrete nuk kemi dëgjuar nga prokuroria. Për propozimin e prokurorisë, trupi gjykues u tërhoq për pak minuta këshillim, ku vendosi në favor të prokurorisë. Grupi gjykues me këtë akt vendim. Sudsko veće donosi ovo rješenje. Aprovohet propozimi i prokurorisë Usvaja se predlog tužilaštva që seanca të kalon në seancë të mbyllur da se ročište zatvori gjatë dëgjimit të dëshmitarit anonim AD. Kjo nuk është hera e parë që seancat në rastin Banjska të mbyllen për publikun, shkak i dëshmitarëve të mbrojtur. Gjyqi ndaj Maksimović, Spasojević dhe Tolić do të vazhdojë edhe të martën.